Që i njëjti braçe, është braçe koherent, me idenë e koherencës. E lexova, këtë mendim ka padur gjithkohës për mua. Pak a shumë e ka shprehur dhe në 2-3 mbledhjet e përbashkëta të grupit me qeverinë. Edhe mbledhjen e fundit që kishim me këtë, biles aty u surprizova sepse dëgjova edhe diçka që më bëri shumë përshtypje. Ishte duke ju drejtuar deputetëve një pjesë, se me thënë drejtën ka midis deputetëve të rinj që janë në parlament, që janë realisht shumë aktive dhe janë surprizë bukur brenda grupit parlamentar të PS-s, po një pjesë tyre që nuk angazhohen, ku diun, një gjë e tillë ishte se me thënë drejtën, ishte ora e 4 e mbledhjes edhe kisha humbur edhe durimin. Edhe po shikoja celularin, në fakt, po domethënë më erdhi në vesh emri im edhe ngrita kokën për të dëgjuar. Edhe ju drejtua një pjesë prej tyre që më thanë që njëra për ju shtanë ato trajnimet që bëni për punën tuaj në parlamentin. E kishte thënë, pse si Erion Braçe do bëhemi ne? Kështu që e thanë në mbledhje këtë. Po e thanë në mbledhje. Si shkoi ajo mbledhje? Se u larguan pak tani nga pyetja që ju bëra, po me që e cekët, se ishte mbledhje ku ka patur me thënë drejtën, edhe tensione. me thënë drejtën. Sa u mor me ju Rama aty? Apo fare? Me mua? Jo. Me mua jo. S'është marrë në atë mbledhje. Po edhe me se kam dëgjuar Rasti Spiropali, pse jo? Kam dëgjuar variante të ndryshme dhe se mbledhje, edhe unë dua që